Sot në ambientet të Shtëpisë së Kulturës Alajdin Xhezairi në Bresan u mbajt programi Dua së Hatmës me vijuesit e mesimbesimit pranë xhamisë së vjetër. 20 nxënës nga fshatrat Bresan dhe Kuklibek prezantuan në programin e Dua së Hatmës para një numri të madh të pranishmëve. Xhamia e vjetër në Bresan gjithmonë është njohur si një vatër e mesimbesimit, që nga viti 1532, kur edhe u ndërtua kjo xhami, e deri më sot, mesimbesimi kurrë nuk ka munguar. Madje as edhe në kohët më të vështira. Kjo fal hoxhallarëve që kurrë nuk rreshten së punuari, duke lënë anash të gjithë punët tjera. Sot u manifestua programi Dua së Hatmës me Kur'an, ilahi e poezi. Pjesëmarrës në këtë manifestim ishin përfaqësues nga Bashkia Islame e Kosovës, nga Këshilli i Bashkisë Islame në Dragash, si dhe shoqata Bereqeti, po ashtu edhe kryetari i komunës, familjar, prindër e hoxhallar nga fshatra të tjerë të Opojës. Imami i kësaj xhamie, Xhevat Efendi Fetahi, në fjalimin mirëseardhës, falenderoi të gjithë për pjesëmarrjen në këtë manifestim, e në veçanti uroi prindërit dhe nxënësit, të cilët kanë përfunduar leximin e Kur'anit. Falënderime dhe urime për nxënësit, edhe për imamin e xhamisë, patjetër nga të gjithë të pranishmit e tjerë, e në veçanti nga zotëri Fitim Flugaj nga Bashkia Islame e Kosovës, i cili theksoi se Bashkia Islame e Kosovës krenohet me të arriturat e hoxhës dhe nxënësve, duke shtuar se Bresana dhe fshatra të tjerë të Opojës janë shembull për të gjithë Kosovën e Mexher. Në fund të manifestimit, përveç mirënjohjeve, nxënësit pranuan edhe dhurata nga shoqata Bereqeti dhe një emergjimtar. Nder dhe është kënaqësi. Dhe beson në Allahun nuk ka emocion më të madh. Dhe nuk ka nder më të madh për ne kur marrim pjesë në raste të tilla. Në raste që vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala e din mas miri shpërblimin e atyre që nxojnë dhe mësojnë dhe lexojnë dhe praktikojnë Kur'anin, fjalën e Allahut te bareke ve teala. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai cili e mëson Kur'anin, e lexon Kur'anin, e praktikon Kur'anin, në ditën e gjykimit do t'i vendoset një kuror prej drite në kokën e tij. Dhe ajo kuror do të shëndrit. Ashtu siç po shëndritin sot, elhamdulillah, këta 20 nxënës të këtij mektebi, të hoxhës tonë nderuar. Jam shumë i nderuar dhe shumë i respektuar që sot gjendem në mesin tuaj dhe kam nderin dhe kënaqësinë që në cilësinë e kryetarit të komunës dhe në emër qytetarëve të komunës Dragashit t'ju përshëndes gjithë dhe të falenderoj për pjesëmarrjen në këtë ceremoni. Një falënderim veçantë do t'ia drejtoj imamit të nderuar të xhamisë së Bresanës dhe të Xhevatit për ftesën që më ka bërë dhe për punën e madhe dhe punën jashtëzakonshme që 18 vite që është duke bërë në xhaminë e Bresanës. Bresana neve na emocionon vazhdimisht se 500 vjetë u bon, vetëm në rastet veçanta në kohë luftrash dhe në kohë të vështira, për ndryshe Bresana është vendi më meritor për mëshirën e Allahut, nga se u bon 500 vjetë dhe fjala e Allahut lexohet vazhdimisht dhe bëhet hatme. Me që kjo është ndryshe edhe bekim. Jo vetëm për Bresanë, po për gjithë Opojën. Zoti dërgoi melekun që një dëshirë të ja plotësoi, tha kërko o Muhammed se Zoti kështu urdhëroi. Ai tha jo, nuk kam asnjë dëshirë për vete në këtë jetë, vetëm një dëshirë kam e ruaj për në ahiret. Në ditën e gjykimit të ndërmjetësoj për umet. La tabdila li kalimatillah, dhalika huwa al-fawzul azim.
fjalë që vërtet, Kur'ani i shejt, shpëtim e dritë, për zemrat që kërkojnë udhë të drejtë. Me vargje që prekin shpirtin thellë, me urtësi që zemra e bën të qetë, çdo shkron me shirë, çdo fjalë dritë, një udhërrëfyes për jetën e drejtë. Anishëm, ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen tuaj. Zoti ju shpërblift gjithë dhe për hajrin e kohës të duahatëve.